Edhe unë filloj futbolli shqiptar kësaj të javë priteshin në ndeshje normale, por konkurenca midis Sarandës, ekipit e Butrintit, dhe nga ana tjetër Orikut ka qenë e madhe, duket që këto dy skuadra po rivalizojnë për një bilet në një kategori më sipër, Grela. Faktikisht, dua ta nis një herë me më vjen keq që dëgjohet akoma në futboll dhe në një sport që faktikisht është për të bashkuar njerëzit dhe për të qenë më njerëz se sa në asnjë vend tjetër. Zakonisht sporti i futbollit është disiplinë, korrektësi dhe fair player. Dhuna nuk duhet të jetë pjesë, por kategoria e dytë dhe kategoria e parë vazhdojnë të kenë probleme të tilla më shumë se sa superiorja. Por sepse ndonjëherë nuk ka dritë në tunele atje. Nuk ka dritë tunele, e keqja e kategorisë dytë është që nuk transmetohet, nuk ka të drejta televizive, mund të transmetohet ndonjë ndeshje shumë me radhë, ndonjë ndeshje super e veçantë. Bruno Telushi u shoqëruan në komisariat? Nuk është hera e parë që futbollistë nga kategoria e parë apo superiore shoqërohen në komisariat për atë çfarë bëjnë. Dhe di të them që më vjen keq që Bruno Telushi del dhe nga pamjet më vjen keq që Bruno Telushi del nga profesioni vet që është për të luajtur me top dhe fillon dhe nga karakteri i tij se djali i shkëlqyer. Karakteri i tij djali i shkëlqyer, por në futboll kjo i ka prishur punë shumë futbollistëve dhe shumë ekipeve. Çfarë do të thosh? Ju ka prishur punë që karakteri i tyre mbaj mend futbollistë të tipit tillë si Mario Balotelli që e bëri skandal që kishte, talentin e hodhi poshtë me çfarë tregonte. Po çfarë lidhje ka Bruno? Bruno është i urtë fare. Por mendoj që ne njohim si të urtë në fushën e futbollit sepse i detyron ekipin, ndërsa në kategorinë e dytë është gjysmë profesionale. Dhe kjo e ndryshon situatën. Okej, si shikon Delia këto pamje? Gjithmonë kur janë pamje të tilla, ne gjithmonë nuk jemi dakord. Regjia i risjell. Nuk jemi dakord me këto dhunë në futboll, po aq më tepër që tash është fundi, si kategoria parë dhe kategoria dytë dhe këto ekipe, unë kam bërë përshtypje edhe ke ekipet U19, U17 që nganjëherë ekipet vendase kur nuk fitojnë, duhet t'ia dalin me dhunë. Jo, duhet të kenë një koncept tjetër, t'ia dalin me lojë të fortë, me fair play, dhe njëkohësisht kush është më i miri le të fitoj. Kjo edhe sot, pavarësisht se nga pamjet, domethënë duket që aty është bërë një arenë duke godit njëri tjetrin, nuk e di se kush ka qenë, domethënë ajo gjëja më kryesore ka qenë arbitrimi, ka qenë pikët e humbura, apo ka qenë diçka tjetër, por këto nuk duhet ndodhin në futboll. Atë që tha dhe gazetarja, që nuk duhet ndodhin për vetë faktin se ne shkojmë dhe kënaqemi në futboll. Shkojmë për kënaqësi, shkojmë për argëtim dhe jo për dhunë në futboll. Atë gjithë sportdashtit dhe tifozët ndeshjen e futbollit e kanë, domethënë kur janë në stadium, e kanë domethënë një ato që sigurisht edhe në ekipet e mëdha që kemi parë edhe në ekipet gjermane, ekipet italiane dhe në vende tjera, që e kanë për argëtim edhe për kënaqësi. Kanë po edhe janë pranë për stadiume. Mirë, ka pas raste të tilla, ne themi e përgjithshmja është pozitive. Sa erin e Vaurion karrierë të Dinamo tani mos na bëni tani. Shiko, po ka dhunë, nuk diskutohet, ka dhunë, po e përgjithshmja është pozitive. Po të dy është sport i rënd. Po nuk diskutohet, po jo të kalojnë në dhunë me grushta. Arraur me grushta. Po mirë pra. Do më të zhveshë, pavarësisht se nuk po ka pas raste, po ne nuk duhet në këto raste të stimulojmë. Dakord, ka pas raste edhe nuk mund të fshihemi mbas gishtit. Çobani. Ato pamje, sigurisht që nuk janë pamje që të kënaqin, që të gëzojnë, sepse njerëzit shkojnë atje për të parë futboll, dhe aq më tepër që në një kategori të tillë, në kategoria e dytë, përmendet emri një futbollisti që kategoria më të tmerrshme zotëri. Po pra. Jo, dohet ta lidhja me emrin me personin që është ndaluar që një futbollist i ardhur nga kategoritë superiore që kur merr pjesë në këto kategoritë e ulta apo ke më shumë domethënë si thua autoritet dhe nuk mund të përfshihesh domethënë në ngjarje të tilla dhe unë dua të di se çfarë ka ndodhur. Pse ka vajtur situata deri në këtë pikë dhe a kanë qenë masat e duhurat nevojshme, domethënë pavarësisht se është kategoria e dytë dhe duke qenë se po vjen fundi dhe në fundin e takimeve
në këto kategori inferiore, sigurisht acarohen qik dhe situatat, janë dhe qytetet vogle, por që të mos manaxhohet, domethënë ne po shikojmë atje që brenda në fushën e futbollit kanë hyrë policë, civil edhe shumë të tjerë. Atëherë, çfarë masash janë marrë? Përpara se të shkojmë ke futbollisti, që është ndaluar një futbollisti, sigurisht domethënë diçka mund të ketë pasur aty. Arsyeja se përse duhet na japin të paktën, nuk e di çfarë dhënash kanë gazetarët për të ngjarje, sepse për çfarë arsye është shoqëruar ai sportist. Domethënë çfarë ka ndodhur? Ai nuk është cituar në asnjë nga lajmet aktuale në rrjetet sociale. Nuk është cituar konkretisht cili ka qenë problematika kryesore e lidhur me rastin. Thjesht janë cituar dhe janë përcjell në rrjetet sociale këto video që tregojnë momentin. Sepse futbolli domethënë është një, përveç se domethënë që këto që përmendën pak më përpara parafolsit, futbolli është një lojë burrore, futbolli ka brenda në fushën e futbollit edhe ashpërsinë, ka edhe goditjet, por nëse ka ardhur nga këto, atëherë do të thoshim pse duhet vi. Nëse ka ardhur nga faktor të jashtëm, atëherë pse duhet të shoqërohet në një futbollist? Domethënë ka shumë pikë pyetje që të themi domosdoshmë ne na vjen keq për futbollistin në fundit, sepse ai është aktor atje. Nuk janë aktorë këta që vënë atje domethënë dhe trazojnë në një apo shoqërojnë dikë siç është policia. Mund të shoqërohet zotë Zhupa një futbollist në komisariat? Po prandaj po them çka karrierën tënde. Atëherë si ka ndodhur? Me rregullore. Aty në radhë parë po të shikosh dhe shtyrja. Po të shikosh aty do të thonë ka qenë fundi i çdo gjë sepse janë steward të cilë majnë në përshkim ndeshjen që përgjigjen teknikisht. Dhe policia kanë ardhur dhe forcat shqiponja me sa shikojnë aty. Domethënë ka qenë situatë shumë e agravuar. Aty janë fut njerëzit në fushë. Domethënë këtu fillon me organizimin. Pastaj pjesa e futbollistëve brenda ka njerëz që përgjigjen direkt në bazë protokollit ndeshjes, në bazë të ofendimeve që mund të jenë lidhje me stafin e ekipit kundërshtar, me lojtarët, me arbitrat, me të tjerë. Po unë shikoj arbitrat janë mes fushë, aty janë duke qëndruar mes fushë. Kurse pjesa tjetër shikon tani policia aty. Dhe futbollist nuk po shoh gjyku. Telushi ka qenë një lojtar i cili nuk ka pas probleme, ka luajtur nivele të larta. Mbase nuk i lejohet domethënë. Tash Ballçi kupton ajo. Problemi është lufta midis Butrintit dhe tani Ballçi. Atëherë ka një specifik veçantë, duke marrë dhe eksperiencën nga jashtë. Ka fituar 2-0. Zakonisht në këto ndeshje duhet marrin masa jo vetëm stewardit që bëjnë organizimin Federata Shqiptare e Futbollit, policia e shtetit, por duhet marrë masa dhe me polici private të cilët kur ka ruaj njerëz. Tabelën e klasifikimit, Butrinti 44, Oriku 43, ndërkohë është edhe Bylis B që ka 41 pikë. Pra, ka një konkurencë. Jam shumë dakord, po mos kalojmë në dhunë. Se nuk fitohet tani. Aty është dhunë brenda, është marruar ndeshja. Tani ka ndodhur kampionat botror ata që ka rënë Zidane në finale e Kupës Botës. Po nuk është arrestuar, po nuk është shoqëruar me ligj. Problemi është pse është shoqëruar ky sportist. Kjo është gjë. Di shumë mirë se jurist. Me ligj nuk arrestohet brenda fushës. Nuk arrestohet. Sepse më ka ndodhur edhe një rast tjetër dhe kam qenë vetë prezente atje. Në një ndeshje Kupe të Shqipërisë, po këtë sezon mes Pukës dhe Kuksit ndodh që portieri i Pukës çohet dhe i gjua ngusht policit të sigurisë. Tjetër gjë ka pasaj. Pra, në rast se Telushi ka goditur ndonjë nga personat e sigurisë të stadiumit, automatikisht policia ka të drejta shoqërojë në komisariat.